Kush e tha aty që kosovar? Po tash e tha Glauku Njufca. E tha Glauku Njufca, i cili është ministri im i jashtëm, dhe unë isha aty në panel, edhe ai më përfaqëson në një farë mënyre. Siç më përfaqëson edhe... Po, Glauku duhet i ketë shpëtuar. Glauku është i çun patriot, kam përshtypjen. Është shumë patriot. Edhe unë jam çun patriot edhe shumë tjerë. Tash unë nuk mund t'i shpëtoj, po mund të më shpëtoj mua ku nuk kam ndikim. Glauku Njufca është i votuar edhe ka vota shumë. Ajo dihet. Tash Glauku Njufca është në funksion, është edhe përfaqësues, jo vetëm një populli, po edhe një qeverie, një politik bërje. Nuk mund t'i shpëtoj kaq shumë herë. Ti ishe aty sepse ishe moderatore. Pse nuk i shpëtoj Ali Ahmetit? Pse nuk i shpëtoj Dritan Abazovicit? Ata folën edhe për shqiptarët, edhe për Kosovën. Pse Ali Ahmeti nuk tha maqedonasët në diasporë? Ata janë qytetarë të Maqedonisë, patjetër, po janë shqiptarë. Do me thënë, meraku yt është që në një farë mënyre ata që ndikojnë mund edhe të na ndajnë. Sepse në një farë mënyre Kosova ka tani flamurin e vet, ka shtetin e vet, edhe mund të krijohet një ndarje dhe mos është krijuar. Ky është meraku yt i madh. Një djali shqiptar të Kosovës, emigrant i brezit të tretë, the. Po, ashtu është meraku i shumë njerëzve. Është meraku i cili kemi vetë në organizatat tona, studentore, në Morgot, shqiptarëve. Është sepse ideja është që po krijohet ideja që mund të themi se janë kosovar edhe jemi tjetër gjë. Nuk jemi tjetër gjë, sepse unë, sipas meje, po besoj se do të jemi dakord, gjenocidi në Kosovë nuk ka ndodhur sepse kemi qenë kosovar. Ka ndodhur sepse kemi qenë shqiptar. Është një gjë. Po. Lufta çlirimtare nuk ka qenë luftë çlirimtare për të krijuar shtetin e Kosovës si tillë. Ka qenë luftë çlirimtare nga thelbi për të bashkuar me trojet shqiptare. Tash, kompromisi që është bë dhe që është i mirë, nuk po them, shteti i Kosovës, patjetër. Unë jam qytetar i shtetit Kosovës. Shteti i Kosovës është i pavarur. Po, shteti i Kosovës ka shqiptarët, 95%, serbët, edhe minoritetet tjera. Aq është. Jon, më trego diçka për veten, sepse ju vetëm flet shumë mirë shqip. Bravo, do me thënë, i brezit të tretë një shqip e shkëlqyer, po dhe argumenton shumë mirë, kështu që duhet kuptoj diçka për shkollimin tënd. Po tash unë si histori personale nuk kam shumë 21 vjeç që nuk mund të mburrëm për shumë gjëra. Ke lindur në Francë? Kam lindur në Francë, patjetër, në Lyon të Francës, në qytetin e dytë të Francës. Të themi që jam shkollu në Francë, jam sot në juridik, në fakultet. Edhe, faleminderit, edhe, po ndoshta edhe argumentimi vjen nga disa konkurse retorike që kam bërë, po edhe nga vetë profesioni që dikur juristi është edhe në argumentim. Pra ashtu, edhe kam fatin që për gjuhën shqipe, ta flasim ndoshta pak, e kam fatin që e flas, po edhe që e kam të drejtën ta flas, sepse siç duket po harrojmë se të drejtat mund edhe kur nuk i mbrohen, kur nuk i rikujton të azhësohen, siç po ndodh në Maqedoni. Po harrojmë se edhe studentët më kanë thënë pas intervistës, pas fjalimit, më kanë thënë, je shumë idealist. Si student, si i ri, je shumë idealist. Më kanë komentuar, më kanë shkruar, bë virale pak kjo farë video. Se çka ka të keq që jam idealist? Idealist kanë qenë 68-a në Evropë. Kanë qenë protestat madhore, shoqërore. Kush i ka fillu? I kanë fillu studentët. Në qoftë se studentët e kanë filluar rinia. Idealistët duhet të kemë gjithherë. Më thonë, kush e ka fillu edhe pavarësinë e Kosovës. Idealistët. Nuk në qoftë se jam fajtor, patjetër, jam idealist. Jam idealist, pra jam fajtor. Po nuk e konsideroj si thyrje. Historia jote familjare është historia e një familje që la Kosovën në çfarë viti? Them të drejtën, familja ishte tepër angazhuar në çështjen kombëtare në Kosovë.
im gjysh. Idealist edhe ata. Edhe ata idealist, është e vërtet. Po si shumë tjerë, si shumë mërgjimtarë edhe sot, idealist ishin në atë aspekt, edhe gjyshi iku nga fundja e vitit të 80-ta, edhe pastaj sepse i redentist, sepse i kërkuar politik i përndjekur, edhe e krijoj me shumë miq tjerë, po edhe në Zvicër, po edhe në Lyon, u kriju kjo organizat si e parë ka qenë Akademia Fanoli, u quajte, e cila ka funksionu si ndërmjetësuese me Evropën, me Francën, e cila ka qenë diplomatikisht ka qenë ndërmjetësuese në Kosovë, siç e dini. Pastaj ne kemi ardhur në atë kohë, prindi pastaj ka ardhur me gjyshin, edhe tani e 40 vite, prindit jetojnë në Francë, po kthehen pas pak besoj kamit maksimum disa vite edhe kthehen në Kosovë, definitivisht. Do kthehen prindrit në Kosovë? Po, besoj se po. Ka qenë gjithë një qëllim. Ka qenë ideja, diaspora gjithë e ka këtë ide që një ditë do kthehem. Kjo e mban shpresën. Kjo e mban, domethënë, Po, që ata jetojnë aty me këtë ide. E flasim pak këtë gjë, ndalojmë pak, jo vetëm si shqiptari i Kosovës, se nuk e dia mendoj ndryshe në Kosovë, ndryshe në Shqipëri. Si ta them këtë gjë, po e flasim. Më bëri përshtypje. Në një moment, unë kam thënë kur moderoja që mërgata e shqiponjave që do kthehen dhe do bëjnë Shqipërinë. Po. Komente abuzuse, bullizuse, ku diun si ta quaj, më kanë sharë, më kanë masakruar, patronazhiste, njëri i Ramës, më thonë ca fraza të që shlidhje kishin këto me Shqipërinë. Unë jam njëri i Shqipërisë. Po, nëse do të më thuash diçka, domethënë, unë e dua Shqipërinë dhe unë e di që Shqipëria nuk bëhet dot po se erdhët ju. Ti do sklever, nuk e di çfarë, nuk shikoja një helm të madh aty, që nuk e kuptoj. Edhe vetë, duke sikur po ftoja njerëz, po i merja, po i të rriqja me zorë. Në fakt ajo nuk është ftesë për ka nuk janë ndjenë, por është ftesë për ty. Është vërtet. Që do kthehesh një ditë. Është vërtet. Ose ti i kthyer je në një farë mënyrë, se i kthyesh ai që ka mendjen në zemrën në këtu. Patjetër. Fakti që ti vjen Samit, ti tregon që ti ke një shtys. Patjetër. Cili do qoftë ky Samit, ndalojmë edhe flasim edhe për këtë. Dua të flasim bashk, duke i parë nga këndvështrimi yt. Pra, unë nuk e kam gabim kur i them një ditë do kthehen, ose kur besoj te kthimi. Si mendon sipas teje? Nuk mund ta kesh gabim kursesi. Kursesi sepse, siç e thash edhe më herët në një intervistë tjetër, kur të thret Shqipëria, kur të thret Kosova, sidomos Mërgat, mos ta harrojmë, Mërgata është një pjesë e madhe e Shqipërisë, jeton në Mërgat. Nuk po flas as për emitanca e këto tjera, këto janë gjëra ndryshe, gjëra edhe ndoshta individuale ndërmjet familjes. Po flas që kur më thret në Samit, kush do që të është? A Edi Rama a di kush tjetër, nuk është problem. Edi Rama nuk e ka monopolin e Mërgatës. Edhe e thet vetë para disa kohe. Nuk e dim çdo jetë zgjedhje, çka do bëhet me Mërgatën, sepse nuk e kemi pas idenë. Po, pra Edi Rama nuk e ka monopolin e Mërgatës. Unë, a vje Edi Rama me fton në Samit, apo dikush tjetër, jam po. Të kaftu Shqipëria? Më kaftu Shqipëria, më kaftu për të folur, më kaftu për të bërë rjetizim, për të ngritë çështje. Tashtë, letimi që Mërgata vetë në definicionin e vetë, në përkufizimin e vetë, është ideja që një person ka lidhje të qëndrueshme dhe të vazhdueshme me shtetin amë.